qoftë me AI, qoftë pa AI, me përdor makinacione, me shpërnda thashëthëma, është të provu me e çrregullu informacionin që e ka votuesi. Edhe tash ky është një prej problemeve që nuk e hasim veç ne në Kosovë, është ka shndrohet në problem të madh gjithkund, ka vende që i kanë anulluar zgjedhjet pikërisht për shkak se janë përdor rrjetet sociale, inteligjencë artificiale, gjithçka tjetër për me e mjegullu pamjen që duhet me e pa qytetari kur merr vendim me votu. Në Kosovë është rrit shumë përdorimi i lajmeve të rreme, sidomos në rrjetet sociale, i thashëthëmave, e gjithçka tjetër. Është sfidë pak a shumë edhe në për pjesën më të madhe të botës perëndimore. Vendet tjera po mrin me e pas në kontroll, Kosova nuk ka mekanizma me e pas në kontroll sot. Kush po e bën këtë? Unë po besoj që... A janë më shumë faktorë që e bëjnë këtë? Ka shumë faktorë, në fakt kjo është edhe një prej problemeve që mundet me na përcjell, për shkak se nëse e bën një parti e caktuar politike, partit tjera munden me rezistu për një kohë, po fillojnë me e bo. Kur e bojnë gjithë, atëherë na kemi problem se